Pite me tulla, o sa ka lezet, Beni! Edhe tua vratin, edhe më qytet. Mu dhe bardoshja. Shmërit ajgjie dhe burimi këngët lugjeve i kërcije e i fort kondro hytije dhe trimët më përman misje mi përkëve nga hytje i kohësi me shkrisin qërë i nagime dhe në Me është dashur, nuk po e them sa rrugë, për të ecur, bardoshi më ka sill deri këtu, sepse unë akoma kam probleme me shtyllën kurrizore për aksidentin që kam shkaktuar. Tani kemi arritur për pak, dalim në vendin e quajtur Lirs, që mbaj mend që këtu bëhen shumë festa, por do jetë kushe im që do t'i shpjegoj se është më i madh dhe i mban gjërat më mirë mend. Por, me thënë të drejtën, unë dhe kolegët e mi po vdesim për të ngrënë. A ju hajt? Thënë. Edhe bardoshit i hajt, po ka ngrënë rrugës, duke ecë, duke ashtu. Shkojmë aty, ham bukë, bëjmë një shtrirje kockash dhe pastaj ecim për gjysmë orë në fshat. Nuk është kaq larg fshati im, se fillon ju ti. Jo, kam zgjedhur unë terrenin e vështirë për t'i rënë, siç ishte më përpara. Kushuriri po thotë që hajdeni shpejt se iku dielli, sepse do që ta kap me diell. Do pamje të bukura. Hajdeni. Unë s'kam ngrënë për vete. Ua, sa bukur dielli. Erdhem në Lirs më në fund. Shisi e mban akoma kështu, që nuk e për ty. Ua, sa vite këtu. Bravo, bravo Baza! Si i rëzojmë kumblat ne? Këte ka shumë kumbla, ka shumë fruta, këto kumblat ne i bënim raki. Edhe të rënë tani, shiko. Unë do mblepsim, por rësit i mami më tha merë kumbla, merë qatë të ketë atjeta për malë. Kërë do t'i marë. Pas ka i shumë orë rrugë dhe lodhje, jemi ullur të ham, derisa të arrim në fshati, sepse atje normalisht po na presin edhe do ham ushqim akoma më të mirë, por më të mirë se kaq besoj. Është lakrori që ka bërë mami, sipas kërkesave të pranishme, domate, djathë. Me këtë perëndimin e diellit, më thoni të vërtetën, a keni parë vendin më të bukur se kam unë? Ja.
32 vitesh e diellit. Këtu është vendi më i bukur që është në Republikën e Shqipërisë. Këtu në kohën e 44 është fshehur Enver Hoxha me Nexhmien. Këtu janë dashuruar të dy. Edhe i kam mbajt të gjyshja tim me Po ti shoh, po flet me mua, po flet me ata. Me ty këtu. E Nexhmia, me Enverin dhe Ramizi, sikur e dashonte edhe pak Ramizi. Po u troq se ishin nga fshati. Po si përfundim, tapi nuk kaloi këte. Lekat e morëm si fshati, ja dim për falenderit tapit. Tani unë mbaj mend, prit pak, unë mbaj mend që babi për toka që ne kemi këtu, ka marrë lek nga tapi. U bë rruga shumë e mirë nga Çorrovoda duke arritur deri në Potom, ka kaluar në qafën e Martës dhe del në Mashkullor aty ku ne kemi lënë makinën. Këto intrigat edhe këto skuplishe që bëhen pas kave normalisht janë edhe këtu ka vendosur se jo t'ishte tapi apo tuaj të tjerë, po shqiptarit do ndërhyj kudo. Sepse këtu nëse do ishte bërë rruga, këtu do ishte një perlë, do ishte kthyer në një atraksion turistik. Jam e sigurt për këtë, sepse e pa dhe vetë natyra, s'ka nevojë sepse duket. Edhe këtu ç'a bëj? Këtu beshe çdo kohë, çdo domethënë vit vinim këtu. Punonim na 10 ditë, merrim 100 lekë në ditë. Banim parulla, aty sipër në kuror, banim parulla. Okej, ç'a parulla? Parulla, rrof Enveri, rrof partia, aty në maj. Aty, apo vdekte Enveri se janë bante? Jo, nuk kishim, ne kemi më bukur, ne kemi bushëlur. E keni pasur, pse komuniste jam unë? Xhaxhai ton është një komunist, është i fshehur. Ai po se të tjerë. Ku ta bëj kafen, ku është prushi? Nuk i japim do të syt pa kafen turke. Bravo, mirëmëngjes. Ne kemi thënë që Skrapari e ka domethënë ka pas mikpritjen edhe ka edhe si doj që të vinë kohë, sa do të emancipohemi, nuk ndryshojnë traditat në këtë zonë. Mirëmëngjes ty njëherë, ti sa e mirë je. Mirëmëngjes të bëfshe, të bëf të nëmë. Është vetëmi person që unë e mbaj mend, kështu e kam të qartë në memorien time. Më lutet djali në Durrës, vajta denta 2 muaj dhe ika, nuk më rrihet. Nuk të rrihet. Nuk më rrihet. Këtu të kam ardhë më vënd 30 vjetë, këtu të vdes. E bëra kafen, e piva. Të bëf të mirë. Do t'ala do vi ta pi pak më vonë. Tani do iki tek shtëpia. Kik, shikoj njështë. Çka ka mbetur aty? S'ka gjë, ato që kanë ngelur. Ato që kanë ngelur. Më vjen keq për zotin që do shkoj sepse unë e di që kanë mbetur vetëm rrënoja. E po mi. Edhe nuk pas ka ndjesim më të bukur, por edhe dëshpëruese që unë do ta gjej në atë gjendje. Por do shkoj për mall dhe për nostalgji, që edhe familja ime ti shoh. Po këtu i një rritur, obish. Do vi që të Këtu i një rritur, kemi shkuar as zishi, mas bështi, shkonim shumë. Kemi shkuar shumë, po, si fshat. Kemi shkuar me shaqe. Do takojmë kur të vi. Rofsh, Ika. Dhe këtu luanin, këtu bëshin dasmat. Do me thënë, shtëpia këtu ka qenë komplet, ka qenë obori dhe ka qenë shtëpia, po shtëpi shumë e bukur, e kupton? Këtu janë rritur 3 motrat e mia, këtu është rritur vllai im. Këtu ka jetuar mami dhe babi që kanë punuar shumë, kur kanë qenë në fshat, për të na rritur ne, se normal 5 fëmijë nuk ishin pak. Në Devoll gratë flasin, po burrat janë shumë të urtë. Me burrat me ecën mua. Shumë privilegj. Kjo po. Neve, Kush i ka dhënë privilegj? Edi Rama. Më mirë, tash neve tash si bëjmë? Shumë të drejtë ajo ka dhënë. Po na grinë për. Nuk i flet dot më burr. Ata. Po edhe mbi veshin. Çfarë? Nuk i flet dot. Jo, po e fola një burr. Po kur bërtetësia bën ti? Hiç, i zë vesh, do kokën e hiq. Se mos sa do ja. Rama. Thuaj 2 fjalë Ramës. E po thuaj jo ta liroj një çik, jo kaq shumë. Thuaj nga zeta. Thuaj një çik. Thuaj e Ramës, të amle sa grave të hap zgjir neve, se na marr me qaf, ja kaq. I kanë futur gjithë burrat në Po burr. çaf. Edhe thon smartohen sot. Normal që s'do martohen sot. Çdo, po çfarë martohen? Kanë marr frikë. Bushe Flori.
Hajde të shirë. Si ja. Nga Laçi. Au! Shumë kanë ardhur këte nga Laçi në pjesën e Devollit. Mirëditta. Frunier edhe. A jem lumtur që je martuar këtu? Ti djalit në nuk e... Jam e lumtur se kam 3 yje. Okej, po që je martuar këtu? As pak. Mbaj përgjegjësi. E dëgjove çfarë tha? Jam e lumtur që kam 3 yje, po nuk jam, po dal më një mera. 3 yje ka, po e ka edhe burrën ju. Tha nuk jam e lumtur që jam martuar aty. Kushta? Aja. Koshnice. E pra në Koshnicë, jo me ty. Me mban mirë. Gjotë, unë nuk mi intereson fshati. Ma më intereson personi. Po ti ke tratuar? Mirë ke bërë. Kur ke tratuar? Kam qeniri. Ku? Në qa vendi? Në Greqi. Në Greqi? Me Greçka? Me shqiptar, me greke, me... Qa të gjeja? E mori... Ore, një sekund. Çfarë kënaqësie ndjen kur trathon? Liqve. Po pse e bëje? Që desha, Më mirë gruaja jote apo gratë e botës? ku ta gjenë grua time? Nga që s'kishe gruan tjetër. Pa dijet. Shishi. Po si. Tu kur po të pret. Hopa! Nga Koshnica, po i mbyllim tu këtë material me këngë me valle. Hopa, Koshnica! Hajde këtu. Hajde këtu. Po mi kënante. I frizura. Jo, dale ti ke këta. Si ti mbledhin tani? Ja, dhe në rrën të Ja, pa punë. Hajdeni këta. I prisha punë. Jemi me dhitë e golikut. Që sa dhitë të bukura. Së mbeta duke parë vetëm dela. Ja, pse më shtoj tjeta mua, pse më pyesi pasaj më thoni Lediona, si ka mundësi e kaq pozitive, shiko. Jeta më e bukur është në fshat. Bëj nga fshati, kjo qufa. Pra. Si, hajde më këtë që mos marrë makinë. Sa po e takova gruan. Shumë e buzëqeshur nga fytyra, duke që ishte njëri mirë. Ajo. Gratë në prejësia të qeshra dhe... Ka ca që të shofin me inatë edhe... I tha, si shkon me burin, tha, burin ja vaska ta. Ja vask. Qa vazi keti? Unë natë pundis. Jo, se më thaj që shkoj shumë mirë, se besha ka. Ajo ka ngellur, kalamatikën. Ikën për zoti. Një qupë e bëm për Dynjan, një djalë për Tiranë. Kaq. Një qupë për Dynjan, një djalë për Tiranë. Kaq, mbaroj filmi. E ke tratuar ndonjëherë të vërtetën? Ja, kura. Thuaj, Ska pse, ja. sa të mirë jeni. Unë ju gacmoj, po jeni shumë mirë për zotin. S'ke përse ta tratosh. Si s'ke mos o kajde? Po një prerje, më një sëpati ka prerje ato. Ku e di ti që është një lloj? Ti, po thuaj me ati me një aty harap. Ku e di që është një lloj? Po një lloj më është. Ku e di kur se ke provuar? Pse me provë? Po ja fotografitë më ti po ja me këto porno sa të duar. Të tara porno që shohun në televizor të tara një lloj janë. Shef, qa shef më? Të tara një lloj janë. Atë Qa shef më? Ja, telefoni jot. Qa shef? Qa s'ka? Unë s'futem atje. Ti s'futesh ti. Për zotin jo. Ti ja, ti vetëm s'u mbyll rritin. Jo. Edhe ke pare ka njësoj, ja? Unë ma gjëllera. Nuk e mban mend sa vite ke me plakë, po se si e ke një orë, e mban mend? Që më këtejnë, tua janë, në si e ke një orë plakun? A ishte e kohë, as e shifnje, as më shifte. Vetëm ku vinjëm më shtëpi, këtu. Në robe të taj. Po mire ka! Qa si të shi? Po kur e pe aty si ka? Po se thash gjë. Kjo ishte kaq. Kaq që s'kishe 2 metra. Unë 18 vit ishe. Ka ishe vogël, a? Aq. Qa mos e ke bërë fëmijën e parë? 19 vit. Pra ti 18 je martuar, brenda vitit bëre fëmijën e parë. Po. Pasaj të tjerët. Ja, ky është i pari. I pari. Është zotëria që më marr me makinë. Unë i njoh njerëzit që në pamje të parë. Dhe ai tha që pyetin që bëra ata, po shkoj tek prindrit taj që t'i ndihmoj. Po ka fëmijë që nuk duan t'ia din. Jo. Kështu që shqyrë zotit i keni të mirë. Fëmijët i kam të mirë. Bravo. Se i keni rritur ju mirë.
Selimi nuk pushon, se i ke bërti. Po Selimi qa ka me grua? Selimi që në ka tërbuar i këtli me grua në sot se e shof që t'ka vajt majtundës. Si e? Mirë, faleminderit. Kam gel në rrugë dhe dua kështu buk me gjallë pa për një qik zallë. S'kemi asë, unë s'maj asë lopë, asë dhe pregjesë. Po që buk, s'ke as buk? Buku kam po me seta, ja. Me domate. Nuk kemi ko. Ua, në Pogrades, në fshatrat e Pogradesit, mos japim buk, kjo është... Plakat janë më mikë pritse. Parin shoqe. Deti me Po, nuk është deti, tash unë nuk kam gënjur në një jetën ty. Kështë ishte e shoqe. Po, shoqja është yll, me shoqjen s'ke pundi. Shoqja. Shoqja. Ta mora burin. Ku do vish, do iki u tani? Shoqja Flori. Më i grua, po si e le buri? Lëshojti, ha i kanda. Si e le buri vetëm ti? Unë sa i ka, i me ne vjese E gjeta duke e fol në telefoni, thash, me kja po flisja? Ta mua me gruan, i thash, mere një gruan, nuk ishe duke folur me ty. O, zamzane, qaj thoni kësaj? Zamzane. E se di, nej... A, këtu. Ka burra këtu. Që si kujtonë ti? Shkema? Qaj ka? Mos i hodhe në një gjatë atje brenda. Jo, pura kështu dhe me thanë. Mos i hodhe spes djegës. Jo, e ka dhe spes. Për zotin, po e them, kështu, plot gojë me përgjithësi shumë të madhe, nuk kam provuar kur ka që raki të fortë. Nga skapari jam, që mbajt për raki Po pra. Tritol. Zoti i shtëpisë nuk i bën hile misafirit. Jo, nuk i bën hile misafirit. Ka ardhur në martanesh nuk të respektojnë. Po, do thosh që njësi zoti i shtëpisë të shlugat. Më mirë. Nga ti pakëm gjëmë sot që do thonë që i zoti i shtëpisë që janë ka jo buri mirë. Po ja ashtu pra po. Pia. Ha, nga ti her bismillah. Hajt. Hajt apim shumë. Hajt. Ha. O pra më. O që ma futi ka zemi. Jo. Ha, vazhdo. A ne pim me punë. Ne, se bish kur ta husëm e dini. O, su jeshi, lajde fute pijem. Po. Absolutisht. Nuk bëhet fjallë, në bëhë mirë. Dhe i zojë kujtë. Në sofrën më të bukur që kam qenë ndonjëherë në jetën time, jo për t'ja bërë qefin mirit, por ju e shihni dhe vetë. Këto pamje i keni zili dhe ju. 1100 metra mbi nivelin e detit. Që duket pak, por nëse e kthejmë kohën pas së merren mend. Kjo tregon që ne të dy kemi. Nuk kemi keq edhe kemi zgjedhur të vend për tregu bukuritë dhe peizazhet që ka zona e Martaneshit. Martaneshi është Shqipëria jonë. Kështu që ne mund vim sa herë të duam, t'i shijojmë dhe ju këtë doni mysafir. Me qifteli, me një sofrë modeste, me njerëz shumë të mirë, me zemër shumë të madhe dhe kjo është ajo për cilët njerëzit vuajnë në jetë. Thjeshtësia është çelësi i suksesit. Edhe është vërtet më i bukur që ka një person. Jo të gjithë e vlerësojnë, por lumun që e kam edhe ti. Faleminderit edhe ne ju mirëpresim që shijojmë bukuritë e Martaneshit. Nuk është vetëm pjesa këtu, por ka shumë peizazhe, shumë vende që mund t'i vizitoni, mund t'i shikoni kanjone, lumej, liqene, edhe shumë çka që ju dëshironi.
Unë nuk është vetëm material që kam bërë me mirin për martaneshin, janë edhe disa materiale tjera me banorët e martaneshit për të treguar pse jo vetëm pamjet e bukura, por edhe problemet që ka kjo zonë dhe pse jo që të rikthehet vëmendja për të rikthyer edhe gjithë banorët të cilët ka qenë të shumt që jetonin. Sigurisht që kanë qenë të shumt me shkolla, spitale dhe çdo lloj gjë, por fatkeqësisht sot që flasim është braktisë. Martaneshi është një zonë minerare dhe ekonomia e Martaneshit është vetëm minjerat. Dhe nëse minjerat përfundojnë, besoj që nuk do ketë jetë. Kështu që do i ftoja gjithë banorët, dashamirës të këtij vendi që le të rikthehen, le të investojnë në turizëm sepse është e ardhmja. Të siguroj që jo vetëm banorët, po shumë njerëz kanë për të pyetur edhe për të influencuar nga këto pamje, se nuk besoj që ka njeri që nuk e pëlqen këtë magji. Edhe do ketë kërkesa për të ardhur dhe për ta parë Martaneshin, edhe pse nuk e keni treguar më përpara, që Martaneshi ka qenë kaq e bukur. Tani ka ardhur momenti sepse siç ta kam thënë edhe më përpara, fal rrugës Arbërit, ne jemi vetëm një orë larg Tiranës. Kështu që do ketë shumë hapësirë që Martaneshi të zhvillohet në dimensione të tjera. A thua? Shpresoj që po. Edhe unë kam besim që po, sepse të thash që nëse ke natyrën, nëse ke mikpritje dhe nëse ke dëshëmirësim për ta zhvilluar këtë vend, bëhet çdo gjë. Mos ma vini re se kam pirë 2 gota raki, sepse rakin e kanë. Ishe në një zotëri që quhej Kasem. Kush Kasem? Edhe miri ka qenë gjatë gjithë kohës si kujdesu, prit ledion se mos biesh. Nuk më merren mend mua, jo, pa merak. Kasemi se Kasemi është nishi rakis, e bën shumë mirë, kështu që ishte pak me hile kjo pjesë. Ishte kurthi yt. Jeni ironik ju të Martaneshit. Jo, se besoj. Jeni të drejt për drejt? Po, besoj që po. Po kush është ai që shan veten aman? Edhe Kasemi këto thanë jemi më të mirë. Më të mirë. Mbetemi të thënja Kasemi, pra. Ta shijojmë këtë ushqimin edhe me këto pamje kaq të bukura. Ju përshëndesim edhe. Lediona po ju thot vetëm një gjë, mos rini pa e vizituar këtë zonë se realisht është nuk e di, është bekim i natyrës për të kaluar qoftë një natë, sepse netët e tjera do vini vetë. Lediona tani mjaft video, shijojmë sofrën, shijojmë pamjen, natyrën, se dhe mish u ftof edhe të ushit. Po, të lushin duart. Super. Na bëft mirë. Na bëft mirë dhe një talent në kuzhinë ti. E ke trashëguar apo kështu? Po, trashëguar. Nga kush? Nga Daja. Nga Daja? Nga Daja. Unë nga Daja asgjë s'kam trashëguar. Po ti marrë në Cemerida. Ti vetëm të kapje 3 dashura dieti. Unë kam qenë në merak pas femra. Në merak pas femra, dhe të ishte një zumë. Po tani, ja? Tani. 3 grakja? Një se më pëndo. A i thot një edhe ma me shpirti, thot e jo 3. Po ti sa grakje ti? Një, laj thaj. Kështu thoni para kamrës, ju pas kamrës bëni namin. Ores, pse sot e bëjnë urdhin gratë? Po mirë e bëjnë edhe gratë edhe burrat e bëjnë. Më përpara s'kishte shans që ta bënin gratë. Jo, përpara jo. Ja. Gratë nga erë. Jo, e ke shumë gabim. Po lere, po mos ekonomisin në Më përpara i bërtisi e njërti nuk di e shkreta, pa bërtiti tani? Na, apo këshu? Apo këshu? Këshu? Si? Hajde pak. Unë po bëj një emision. Edhe po takoj gjithë pleqët e Shqipërisë. Kush bën seks më shumë? Unë bëj më shumë. Bën më shumë? Me gruan tënde apo edhe? Ku të gjesh? Si ke kaluar këto kohë mirë? Mirë. Ha? Ke gjetë mirë? E qka? Ore po, të bajnë forcat më mërë? Si të bajnë forcat?
Kush është më i rrezikshëm i fshatit? Më punton apo më rrezikshëm? Më i rrezikshmi. Më rrezikshëm, po tash ajo. Ai atje? E fëmiri ajo. Ha? E fëmiri. Në veç. Më i ri. Sa vjeç është ai? 7 vjetë. 70. Tani bëni një krahasim, brezi i vjetër edhe brezi i ri. Ja ku i kemi burrat e të ardhmes. Mos keni, bëni burra. Bravo, bravo. Kisha shumë kohë që i thosha Emanueles do vi, po duke qenë se unë jam që shkoj në shumë vend edhe mezi organizova dhe kam ardhur në marën më të bukur. E tham edhe pak më parë, kemi mbritur në marën e Vajushës. Mezi po prej që të ham bukë me të drejtën, sepse u lodhëm, por ma thuaj tani atë që më të dhe pak më parë, që kemi qenë grupi më i zjarrt, më fantastik, sepse kemi bërë më shumë nga të gjithë. Normalisht, kja është meritje juja, gjithve si grup. Ishte një grup shumë i madh, edhe kena ba shumë shpejt, se në një grup sa jena ka na 50 persona, parashikohet me ba me 3 orë gjys 4, na kena ba për 2 orë 20 minuta me sa pashonore. 2 orë 20 minuta. Atje i kanë një burri 5 gra. Atje i gjithë. Barat keqë mos falë se se ke djemë. I burri, atje kam nejton. Se martojni nga peseriu? Unë atje kam marrë në se qëmit. Ure, se herë je martuar ti? Më herë. Masa, i bi 5 gra. Unë da burë. Si e ke njohë? I gjeshaj. Si e ke njohë? Me lajse. Jeni shumë fanatik ju? A ke gabim? Jo. I hoqim spatë. Po, Kemi pas majtë spatët në bres. Dëgjoj e gruan, pse jeni fanatik? Pse nuk jeni një gratë të dalin të pinë kafe vetë? Se jeni xheloz. Kemi klube pa të jetë. Keni plot, se kam qenë. Nuk kemi. Mos më rej. Klube janë aty. Në njërin prej tyre. Ata klube që janë nuk i dalin burën. Jo, moj meti, i me që plakëm neve, i me në marojmë punë ne në këtë. Hajde i gruha, dalin pim në i kafe. Po kur ishte të reja? Ku ishim të reja neve nëse dishim se në ishte dyqoni ose kafja. La, burë, Jo, është vërtet për Zotin, se ju jeni shumë xheloz, jeni shumë fanatik. Edhe për të marrë një nusë do pyesin gjithë fisin e gjithë lagjen për ta marrë. Po pse e keni këtë gjë? Gati 10 vjet që janë Ka ndryshuar. Ju shkonit ku i banit këto lajmësit në Pajov, ku? Ne vimi lutemi e bismillah. Pajov që vena Riri. Për para punës e vendin mi sen që ti hesti ma. Shkoj këndoj njerë. I këndoni. Nuk ka të boj fare këtu të gjoj me. Shë dhe Do vazhdoj me punë në ullirin. Ja, lejti ullirin ti. Jo. Ne lejtë më të regojnë që. Unë da të kaj drejt. Të drejtën. Lejtë të vejnë me tje. U bo që u bo. Dhe pisin e atë. Po që dhe bëtë ju me kam robin dem? Po. Që dhe bëtë ti? Maroj e punë. Jo. E për mirë. Ka raste, bile së bo më mirë. Ka raste që vene pytin e të në jep vetë. Preshet një tija. A i që e ka marrë vetë. 5.000 lekë është kjo. E ju e dini shumë mirë se sa e marim në ande. 5 lek ilja, 10 kile, 5.000 lekë. Këto janë produktet, prodhimet tuaja. Okej. Tjetër, qëfar shet? Domatet? Domate. Po domatja se është kilja? Domatja 3 kile 1.000 leka. 3 kile 1.000 lekë. Ua. A e shep? Sa ke nxjerë sot? Bëj një esak kësho. 15.000 leka. 15.000 leka, ma. Edhe ke gjithë ditën këtu? Edhe buzë rrugës? Po treg nuk keni? Po ja treg këtu me zi në lanë. Këtu me zi? Kure kavën. Sa paguani këtu? Nuk paguani, okej, s'po themi gjë. Ore, po këtë kungullin sa e kema? Sa e ke kungull? 1.000 leka. Po pse e bullizon kungullin? Pse qesh me kungullin? Po unë ja pensionist, unë se kam problem. Mirë, më sa e ke pensionit ti? 206.000 Pa të dalin ato? Po, bere qeres. Po ke fëmijën që të dërgojnë, thua? Kam djallë unë. Pra, se nuk të del drejshim. Po, mi me së del. Qa ke mbjellë si vjetë?
Asgjë, unë kam lënë të fare. Po çfarë do hash më? Hiç. Mja e kam marrë 370.000 nga shteti. Mja i kam unë. Po ku ti gjesh fasule këto do t'i blesh? I ble fasule. Do blarë 20 kg fasule. Ty që e nga Terezias, punon Jo, gjithë jo, natë e jo. ditë me gruan kë. Për të ditë me pim kafe, rime dhe atë. Po ku ti dhe më? Jo, gjishinde. Jo, kështu. Grush. Hajde dhe shini as për gruas për gjishinde. Neve, ne ndani. Do të shikoj gruaja. E të më shohë, grove, valë të më shohë, bravo të qoftët. Më nderove të mua. Do të bëhet xhelos. E të bëhet xhelos, çfarë xhelos do bëhet apo. E ke tratuar ndonjë? E ke tratuar ndonjë? Jo. Të vërtetë. Nuk e tratuar. Ja, fike kamerën. Jo, nuk e tratuar. Nga kamera, kështu bën ju. Do të dalë. Nuk duan më ikën me vrap ata. Po çfarë ta? Mi put pak ata. Shëndet. Puti. I thuan qeverisë në ndihmojore. Në ndihmojnë që në ngre pensionet. Se pensionet kemi të ulta. Ne këtu e kemi punën në pensionet. Në ngre paktën. Në ngre 20%. Në ngre pensioneve. Nuk ta ngre ai, ta ul. Do në ngre, do në ngre. O ta ul. Do në hap edhe bonus, do në hap. Do ta uli. Jo, si na ul kanë, se kemi ekonomista tillë që na ul ne që ne do na ngre. Ti ngre sa më shumë. Ika.